zemër, ku e mësoj ai si duhet bërë turizmi. Nuk janë njerëz të duhur që po merren me turizëm. Dhe pse fillon nga historia? Historia shet. Se ne vemi për Romeo e Julietën atje, pastaj ham edhe në një picë. Pra, kulinaria është, ne vemi në Verona. Edhe që balkoni i Romeo është nuk është i vërtet. Është gënjeshtër. Edhe ai ta shet atë. Ajde ta shikosh, thotë Dhe unë them, shitet historia, pastaj vërdall, nëse njerëzit vinë të tërë për një pelegrinazh, për një histori të bukur të një vendi që duhet ta krijojmë ne. Eva, këto shpikjet, qoftë një balkon falso siç është ai në Verona, i kanë bërë ministrat, politikanët, apo i kanë bërë ekspertët e turizmit? Lokalët, ekspert turizmi. Ekspertët e turizmit. Pushteti ka dhënë ndonjë lek për këto? Apo nuk e vlerëson fare? Asgjë, ne tani po bëjmë 40 Italia për shembull. Italia sa lek akordon në dienin tënde për zhvillimin e turizmit kulturor të qëndrueshëm? Sepse ata funksionojnë me të decentralizuar. Zona lokale ka një histori. Ne kemi një legjendë. E mbrojnë ata? Kemi këtë legjendën. Me këtë legjendën çfarë do bëjmë? Do futet pjesë dhe këto janë të decentralizuara, nuk e bën dot as AKT-ja, as qeveria nuk e bën dot. Prandaj po thosha se ai termi të vrau, janë këto organizimet të decentralizuara të gjithë aktorëve të turizmit në një zonë dhe themi që çka kemi legjendën më të bukur ne këtë. Atëherë do ta kthejmë me atë do e bëjmë titullin e paketës. Ka bërë kumbarin filmat, e kupton? Do vënë në 2-3 vende zona kishën ku është gjiruar. Në linjën e Evës dua të them që ne në të gjithë zonat që ne kemi, është pjesa e ndërgjegjësimit njërë të komunitetit. Ne akoma nuk e kuptojmë në fshatrat e Shqipërisë që ky turisti ne na sjell para. Ore si na sjell para ky turisti? Duke bërë storytelling, duke qëndisur, punimet me dorë. Çdo gjë, vegla, që është kërcim, ne kemi kërcime me këcimi, ku është këcimi? Turisti vjen të njohë kulturën tonë, cila është kultura jonë, hajde ta ndajmë edhe ta investojmë.